Teknologjia po ndryshon mënyrën se si po punojmë me një ritëm shumë të shpejtë, ndërsa shumë profesione në anën tjetër po lindi çdo ditë. Po shtrohet pyetja, a jemi të gatshëm ose si shtet, a jemi të gatshëm që gjeneratat e reja me i përgatit për këtë realitet të ri. Për këtë temë do të flasim me Darsej Rizaj nga Star Labs, që i kemi këtu në PR Zone. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Apo e përgatit Kosova rinin për profesionet e reja, jo? Jo, Kosova është në zonë me çështje tjera më madhore. Kemi probleme të tjera pak më madhore. Po është për ardhë keq edukimi nuk është as në horizont të diskutimeve. E lemo me marrë iniciativa për sa i përket AI-t. Është një treg i punës që po transformohet nga AI çdo ditë edhe nga bisedat e tjera që i patëm këtu në PR Zone, kuptuam që shumë biznese, shumë kompani fokusin e kanë drejt AI, se ndoshta edhe duhet patjetër, nëse dojnë me qenë në trend me kohën. A mendon që jemi të huapëru ende me modele arsimore që nuk përputhen me zhvillimet globale fare nga përvoja jote? Dorën zamrën dhe se këshyrim, ka një kohë gjatë që sistemi edukimit nuk është e përcjell trendin industrial, se ku ka qenë të ecë industria para disa viteve. Në të folë për periudhën e digitalizimit dhe kur ndodhi gjithçka prej nivelit fillore deri te niveli universitar, shumica e komplet procesit ka dështu në aspekt që me përgatit gjeneratat e reja për tregun e punës, me përgatit për industrinë. Po da të folë për një të kalume para inteligencës artificiale. Tash që ka ardhë veç inteligencë artificiale edhe me qëtë hovin e madhë që ka marrë, edhe me qëtë shpejtësin që është ka zhvillohet, ka fillu me pru punën ku ajo hendekun mes çka po i mësojmë fëmijët sot, me çka ka mu prit prej tyne ose çfarë puna të reja kanë me punojnë, ati folë për punë që na sot nuk i dim që kanë me ekzistu, është tepër i madhë. I na ty folë për një sistem. Pra kështë taj hendeku që t'jeshe brenda çka do të kërkohet? Ajo ka shku për te i hendekut, se hendeku do më tonë është një varë mangësie. Na ty folë një disproporcion komplet, janë dy kakje të ndryshme. Është njëjtë si me mësu fëmit me notu, po ata kanë mu bo pilota. Shumë e thjeshtë është jina të i mësu për një realitet që është pjesë e librave të historisë njerëzimit. Realiteti që ka me vrit në të ardhmen nuk është as në afërsi me çka janë ka mësojnë. Nuk po punave që ka mësojnë, se jina të i folë për lanë, jina të i folë për tema, jina të i folë për gjana që ata kanë me memorizu. Ideja është, fëmijët duhet me au trajnu trunin për me mendu teknika të ndryshme, si mendimi kritik, që po del që prej aftësive që ka qenë nështë e dyta, e treta, e katërta në të kalumen, po del prej aftësive kryesore që po na vynë sot. Se është që ajo që ka këtë gjithmonë është për me gjithë përgjigjen këtë pyetje është çka s'ka me mujt AI me bo, janë që ato pika ku duhet njerëzimi me u fokusu. E që të këne është përmenë shumë shpesh mungesa e zhvillimit mendimi kritik është bazë. Ideja është qysh dojmë na me mësu fëmit, me navigu, me nivelin e informatave një që kemi, edhe e dyta me ditë me i kombinu temat e ndryshme për me në ardhë me një rezultat unik në të ardhmen. Do në qëtojnë ato pjesë të mendimit kritik, edhe normal me u konë gjendje dhe me kontrolu inteligencë artificiale për benefit tyne. Ta shka është ka ndodhë është kur ti e të punu me një sistem klasik, ku ti pret detyrat shtëpis, me shkru hartime, me shkru kuptime të lektyrave që ishtin gjatë verës, ose someranci qka, edhe kënej fëmit e kanë qasin inteligencë artificiale të nështë dhe papages nivellet bazike të sajna, qka po pret? Ti mas pari fëmit së mësën qarë fuqi e ka ajo, apo pret që e ka me shryzu për mirë ato, jo, është një instinkt njerëzor. Detyrat në shtëpis nuk i dënë, jepja AI t'i krynë. S'po do me lezu lektyrën, jepja AI t'a shunë edhe kuptimin. Më thonë,
përveç që nuk është ka na ndihmon në mënyrën e edukimit edhe që ka përdorur inteligjenca artificiale në edukim sot, i na të shku drejt regresit edhe më të madh, ku edhe çato çka i kanë marr, as çato nuk janë të mujt me marr. Nëse jena të fol për një situatë ku veç kanë mësu fëmijët përmend sa me marr një notë, atëra ato përmendsh ato kalojnë, edhe në fund del një fëmijë që ja kena hup 12 vjet, 14 vjet, sa më rëndësi 20 vjet të jetës që ati fëmis për edukim, që është eduku komplet njërë të gabushme, është energji e upne në nivel nacional. Do me thonë, po shojmë fëmijë që the edhe ti po humbasin kohë me mësimet që nuk përkojnë më me realitetin e sotëm, as me të ardhmen që po parashikojna me përjetu në të ardhmen. Një farë regresi ko gjaj madhë. Regresi është në metodologji. Po. Se temat, nuk është që temat kanë me në ndru shumë. Pa i shumë edhe sistemin arsimor në këtë rast, që s'ka më pritë se ka përkojnë. Burimi vjen për që atyne që i kryojnë regullat që shka mu arsimu generatat e reja. Që si kanë mbri hapin Po normal, se nëse dënë të si sektor privat ki me pas limitimet ndryshme, se në fund fundit dush si pas regulativave të vendit, po e mira është që ka hapsina edhe për me përmirësu, po këtu vyn energji edhe vyn investim, edhe me pas intent për me mujt me mri qajo, të qajo. Kanë fillimisht. Se çka e na mësu është, çdo ministri e re që vjen, mi bo kurikullat e reja, me shti sisteme digitale të reja, këto nuk janë të ndimu në qëtë situatë. Sisteme digitale në regull, po jetë zgjidhë çështje administrative me to. Jetë informu ndështë ta prend ma mirë, do njënë sane tjera, jonë dytësore. Baza po merret vetëm plan programi. Plan programi nuk është nëjfar problemi madhë, se nëse s'kime mësu që ta është qelizën, kime mësu pak ma vonë qelizën prapë që atë është. Ose që do lloj teme, temat që po thëmë, temat se që po mësojnë, nuk është problemit e temat që po mësojnë. Ideja është qysh mi shfrytzu temat aktuale që po mësojnë, po e na t'i folë për metodologji. Mënyrën qysh jena ka e shtim me mësu. Përderi sa nuk ndërën mënyra ku e kena një fëls, një mësus, që folë 30 minuta për një temë dhe shkruan sanë në tabel, e fëmit kopjojnë që apo shkruan ose marrin shënime, që ajo është problemi. Ose tjetra është që, tash po të regotë në përstudimet e reja, është që edhe për te digitalizimi i orës mësimore, ka i bon dhamet tjera në anën tjetër. Se kur pja jep mësimin veç në për PowerPoint, po këshyrin edhe ma pasiv, mas një pja qëtë një test klik edhe pe kryn, nuk po kanë kohë të mjaftueshme me pas interakcion me temë, më thonë veprime me pas brenda temës. Në qëllimi që ka du të na me mri është nëse zgjedhim një temë, po supozojmë po dojmë qëtë mikrofon me analizu, të fillojmë ta shikojmë mikrofonin jo veç prej një perspektivës. Kjo ka perspektivë biologjike, ka perspektivë kimike, ka perspektivë fizike, ka elektroenergjike, ka lloj-lloj tema të ndryshme, fusha të ndryshme ose lanë të ndryshme, që mundën që të mikrofon me spjegu se si la mënyrën e vetë. E ideja është që dojmë na me mësu fëmijët me pas qatë mendim kritik që kur e shohin një objekt, ose një temë, ose çka do të caktume, mu konë gjendje me e analizu që ato për këtë perspektivave. E që ajo është qelësi në edukim. Edhe metodologjia e duhur që përmendëm më herët. Darsej, nga përvoja jote 2 pyetje të fundit shpejt, nga përvoja jote në Star Labs, çka po i mungon më shumë disa të trinjve që me hynë në industrinë digjitale, sidomos në raport me AI edhe teknologjitë emergjente? Inteligjenca artificiale në shumicën e kohës që ka shoh që ta është, po përdoret më shumë si abuzim, ku trit po provojnë me apliku me CV, ku po thojnë këshire qëfar website a kom ndërtune, edhe qëfar kapacitete kom, edhe te e shet që dikush që ka pak përvoj, e shet që ma mirë ka qenë me shkru unë e di me përdor inteligencën artificiale në qëto nivelli, edhe që kjo është produkte që ako marit me nëzirë se sa me thonë unë e di mi bo qëto. Edhe vetën. Me thonë edhe kjo është një farloj kopjimi detyrave shtëpisë përbes AI-et, nëse folim sa është rinia e gatshme, edhe këto nuk mundë me thonë që është e gatshme, i nati folë për një teknologji te për tre.
që hala s'kam ri mu absorbu as prej sistemeve të edukimit si duhet, hala s'kam ri as me u stabilizu, që me thonë kam ri atë farë pikën e maturimit, ku njerës e kanë kuptu çka mundën me bo. Shumica njerëzve alajën të e pasin një vegël e thjesht, ku në parim është një platform e hatashme që ka mundesh me arrit me to. Kështu që është herët me gjyku fuqim punëtore sa i përket aftësive në inteligjencë artificiale. Dërse i faleminderit shumë, ishte knatësi. Faleminderit për juve.